Biznes Superiore do të nisë sezonin 2026-2027 me 22 gusht, por këtë herë me një format tërësisht të ri. Pas konsultimeve me klubet e elitës së futbollit shqiptar, Komiteti Ekzekutiv i Federatës Shqiptare të Futbollit vendosi të ndryshojë skemën e kampionatit, duke i dhënë fund dhe formulës së Final Four, e cila u aplikua për 3 sezone. Ndryshimi konsiderohet si një nga reformat më të rëndësishme të viteve të fundit, me synimin për të rritur konkurrencën, rivalitetin dhe interesin për elitën e futbollit shqiptar. Kemi pasur disa kërkesa nga klubet, duke referuar dhe kërkesave të klubeve për ndryshuar dhe numrin e ekipeve në kampionatin e Biznes Superiore. Departamenti i Gare ka kontaktuar kompaninë Hypercube, është një kompani ndërkombëtare e specializuar në lidhje me optimizimin dhe formateve të reja. Në diskutimet që kemi pasur me këtë kompani, e cila, siç e dini, është kompani që cila ka kontribuar në formatin aktual të Champions League-s, kemi marrë disa variante, ku këto variante janë propozuar dhe klubeve të kategorisë superiore dhe të kategorisë parë. Qëllimi kryesor është minimizimi i ndeshjeve pa objektiv. Besoj që sektori i garave, Federata Shqiptare e Futbollit dhe sektori përkatës, gjithmonë në komunikime bashkëpunim vazhdueshëm edhe me klubet, besoj që gjithmonë vrasin mendjen për të arritur një skemë sa më kompetitive, po edhe të suksesshme. Dhe gjithmonë nisën për mirë. Unë mendoj që kjo skemë duhet të parë në përfundim të sezonit që vjen, për vetë faktin sepse janë aktorët ata që zbukurojnë apo e bëjnë të suksesshme një skemë, siç edhe mundet që në momentin e caktuar sado që të gjithë ne mund vrasim mendjen për të gjetë formulën më të mirë, prapë në fund fare jemi ne ata që duhet ta bëjmë atë të jetë kompetitive, të jetë atraktive për njerëzit, por mbi të gjitha të jetë edhe sportivisht e suksesshme. Për mendimin tim ishte një hap i dur dhe ndoshta edhe i vonuar, sepse realisht eksperimenti që kemi bërë vitet e fundit ka qenë i nevojshëm, por rezultoi efektiv. Kampionati me 36 javë është goxha i gjatë në vetvete dhe me 10 ekipe që ndeshen shpesh me njëra tjetrën. Pastaj fillimisht u bë zerimi i pikëve për 4 ekipet e pararenditje dhe më prapa u bë përgjysmimi i pikëve. Përsëri s'do i efektiv për shumë arsye. Ajo që ndodhi sezonin e fundit me skuadrat që në një farë mënyre e ulën ritmin duke siguruar vendin në Final Four. Ishte një moment që i dha një sinjal të fortë edhe Federatës Shqiptare të Futbollit, po edhe vetë klubeve për të bërë diçka ndryshe dhe është arritur një vendim shumë i zgjuar dhe i saktë. Kampionati duhet të jetë me 3 faza të rregullta, ku pas përfundimit të 27 javëve, pjesëmarrja e këtyre ekipeve në këto 2 faza do të jetë duke u përgjysmuar pikët. Ekipet do ndahen në 2 faza, ku është faza play-off, ku 6 ekipet e para do të zhvillojnë ndeshje me sistem vajtëardhë, në total 10 javë garimi, si dhe faza play-out, ku do marrin pjesë 4 ekipet e fundit nga vendi 7 në vendin e 10, të cilat do zhvillojnë ndeshje me sistem vajtëardhje, ku në total 9 javë garimi. Gjithashtu është për të theksuar që të sezon 26-27, ekipi i renditur i fundit i 4 i play-outit, ose më saktë ekipi i 10 i listuar, bie automatikisht nga kategoria superiore, ndërsa ekipi i parafundit i play-outit, vendi 9, do të zhvillojë ndeshje me humbësin e finales së play-offit të kategorisë së parë. Jemi njoftuar për këtë ndryshim të skemës, është shumë ndryshe nga ajo që ishte sezonin e kaluar, nga Final Four-i. Është një skemë që jep mundësinë më shumë skuadrave të luajnë për kampion. Nëse në Final Four ishin 4, këtë sezon do jenë 6 skuadra që do luajnë për kampion. Është një skemë ku mendoj që jep më shumë ka më shumë favor ndjekësve, tifozëve tanë, pasi në Final Four të gjithë duhet vinin në Tiranë për të ndjekur ekipin e tyre, ndërsa me të skemë paktën në ndeshjet luhen vajtëardhje dhe kjo është në të mirën e çdo tifozërie vendase. Mendoj edhe që kjo skemë është pak më e gjatë se sa një Final Four, sepse një Final Four me 3 ndeshje të kushtozon pak. Dhe kjo është një favor, them, për klubet, sepse në Final Four nëse ti gaboje një ndeshje mund të shkonte dëm i gjithë sezoni. Kurse në këtë sistem mendoj që ke hapësirë edhe për të rikuperuar.
Këtë sezon do të jetë sezon, si thua, shkalimtar, me shumë ndeshje. Në zgabojmë do të janë 37 javë kampionat, duke përfshirë në fazën play-off, por duke vazhduar në përgjithësim e pikëve, mendoj që skuadra do të mbajë në tension dhe sezoni i ardhshëm pastaj pasardhës me 12 ekipe do të jetë edhe më i fortë, më i kompletuar. Me 12 klube është një zgjerim shumë i nevojshëm edhe për disa arsye të tjera. Disa klube janë forcuar shumë, kanë financat mjaftueshme dhe me skemën aktuale me 10 ekipe ishte shumë e vështirë. Po përmend tu jo vetëm klubet Bylis Flamurtari e tjerë që ngjiten zbrecin gati çdo vit, por pse jo po Gradeci, Besa e Kavajës, klubet tjera që kanë dëshirë të investojnë, të punojnë, por është mjaft e vështirë për të ngjitur. Kështu që zgjerimi i kampionatit i ndihmon shumë edhe në zgjerimin e ambicjeve. Për herë të parë në futbollin shqiptar, do të aplikohet një skemë e tillë, e cila pritet të sjellë një tjetër dinamik në zhvillimin e kampionatit. Synimi është që çdo ndeshje të ketë më shumë peshë dhe gara të mbetet e hapur deri në fund. Këtë vit është njërsi, siç e dini, ekipi i renditur i parë i kampionatit, i fazës play-off, do shkon direkt në Champions League, ndërsa pjesëmarrë për ekipet në Conference League, siç e dini, fituesi i kupës shkon në Conference League, gjithashtu edhe vendi i dytë shkon automatikisht në Conference League. Ndryshe nga vitet e tjera, këtë vit është ndryshuar rregulli, ku në rastet se Kupën e Shqipërisë e fiton 3 vende para, i pari, i dyti, i treti, vendi i katërt do të zhvillojë ndeshje gjysmëfinale në fushën e saj me një takim në vendin e parë të play-outit, që i bie vendi i 7, gjithmonë në rast se fituesi është 3 vendet e para i Kupës së Shqipërisë. Gjithashtu vendi i 5 dhe vendi i 6 do të zhvillojnë ndeshje midis tyre, ku ndeshjet zhvillohen të ekipi i cili është ndjellë më mirë në kampionatin e përkatës. Do zhvillohen 2 gjysmëfinale. Ekipet që janë të renditur më mirë janë të favorizuar pasi në rast barazimi kualifikohen në ndeshjen finale, ku ndeshja finale do të zhvillohet në një stadium i cili do të përcaktohet nga federata, ku rregullat e lojës janë të tilla që në rast barazimi do kemi extra time dhe në extra time do kemi përsëri barazim, do të gjuhen në penaltit. Fituesi i kësaj finale shkon në Conference League. Klubet tona nuk luajnë vetëm për trofe. Objektivi madhor i klubeve tona është që të dalin në Europë. Dalja në Europë është një shpëtim financiar sado modest, pastaj nëse kaloj edhe një tur apo 2 është shpëton sezoni praktikisht. Dhe fakti që tani e tutje do ketë një ndryshim në këtë aspekt që fituesi i kupës do të shkojë në Europë, por nuk do të thotë që do të digjet vendi i katërt, por do të ketë ndeshje shtesë për të çuar një vend në Conference League. Mendoj që është një hap gjigant përpara edhe për faktin se skuadra më e suksesshme e pjesës poshtme të renditjes do të ketë përsëri një nxitje më shumë, një motiv më shumë për të luftuar për të dalë e para në atë gjashten e dytë. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme sepse praktikisht do të detyrohet të luftojë një skuadër për të shkuar në Europë edhe nëse nuk përfundon në atë gjashten e parë. Dhe kjo është për mendimin tim është një risi fantastike që mendoj që do t'i mbaj skuadrat impenjuara deri në javën e fundit. Ashtu është parashikuar edhe në rastet ku fituesi i kupës është vendi i 4, ose i 5, ose i 6, ose ekip që është i renditur më poshtë në fazën e play-out, ose mund të jetë një ekip që cili është pjesëmarrës në kategorinë e parë ose të dytën. Janë të specifikuar të gjitha rastet ku në këtë rast, në rast se fituesi i kupës Shqipërisë është vendi i 4, vendi i 3 i play-offit do të zhvillojnë ndeshje me ekipin e parë të play-outit që i bie i përkon me vendin e 7. Ashtu, vendi i 5 do zhvillojnë ndeshje me vendin e 6. Zhvillohen gjithmonë 2 gjysmëfinale, ku ekipet janë të renditura më mirë në klasifikim, janë të favorizuar në rast të barazimit, ku më pas ndeshja finale do të përcaktohet në një stadium i përcaktuar nga Federata Shqiptare e Futbollit. Gjithmonë kur vjen diçka e re, kur ka ndryshime, në thonjë revolucione të vogla, gjithmonë njerëzit momente e parë ndoshta bëhen dhe skeptik, sepse janë shumë një rutinë dhe duan që gjëra të vazhdojnë ashtu. Por në fund fare unë e thash, rëndësi ka qëllimin, nëse qëllimi është gjithmonë që gjërat ecin përpara dhe mbi të gjitha të jetë interes përbashkët të gjithë komunitetit të futbollit, klube, lojtar, trajner, tifoz. Atëherë besoj që gjërat janë në rrugën e duhur dhe gjithmonë ndryshimet në momentin e parë të vënë në dilemë,
edhe kur ndrojmë shtëpinë ne kemi ato, jo paranojë tonë, po anktet tona që si do përshtatemi atje, komuniteti ku do shkojmë, po edhe vetë ambienti ynë i brendshëm do jetë më i mirë apo do na pëlqejë, po në fund fare unë besoj që njerëzit përshtaten dhe duan të shohin përpara. E rëndësishme është me pa përpara. Mendoj që ka më shumë konkurrencë. E para është ajo që thash se më shumë skuadra marrin pjesë për titullin kampion. Pavarësisht pikëve që do jenë në diferencë midis tyre. Gara do jetë e fortë, pastaj unë shikoj shumë skuadra të mirë investuara në Shqipëri dhe besoj që këto 10 ndeshjet apo edhe të ndeshjet e play-outit do jenë të gjitha finale në fazën e 4, pasi mendoj që diferenca edhe midis ekipeve janë shumë të vogla. Unë besoj dhe jam i bindur që në çdo vit, në çdo kampionat që ne zhvillojmë, niveli rritet, po të kthehemi mbrapa dhe të kujtojmë vetëm Final Four-in. Ndeshjet ishin realisht për mua ishin kompetitive, kishte shumë entuziazëm skuadrat brenda sportiv, po kishte edhe shumë emocion. Ndeshjet u bën me ritëm të lartë, pavarësisht një sezoni shumë të gjatë dhe shumë të ngjeshur. Pra besoj dhe jam i bindur që ne zhvillohemi nga sezoni në sezon çdo vit. Klubet gjithmonë bëhen më të pjekura, më të matura në vendimet që marrin, në grupin e lojtarëve, pra në ekipet që ata formojnë, në investimet që ata bëjnë, janë më serioz, janë më profesional dhe besoj që nga viti në vit gjithmonë do vazhdoj performanca dhe niveli i futbollit tonë të rritet. Shpresoj dhe uroj që të ketë si thua një ndryshim gjigant edhe mentalitetin e klubeve, sepse fundit syni madhor i klubeve nuk është vetëm dalja në Europë, fitimi trofeve, po është një farë mënyrë të kthehet ajo besueshmëria maksimale edhe mediave dhe shikuesve në stadiume apo në televizor, sepse objektiv numër 1 është që tifozët të shikojnë një ndeshje me bindjen që do të jetë ndeshje pastër. Dhe të gjitha ato ndryshime që janë bërë, mendoj që janë shumë pozitive dhe i pres me entuziazëm sepse kam qenë gjithmonë një idesë që skuadra duhet të kenë presion dhe duhet të kenë objektiva deri në fundin e sezonit. Në një kampionat të gjatë, me kaq shumë javë sa kemi pasur ne, ka qenë e vështirë në periudha të caktuara që të bëj kjo gjë, por me këto ndryshime them që do të jetë një hap shumë pozitiv përpara. Ndryshimi nuk do të vijë menjëherë në formën e tij përfundimtare. Sezoni 2026-2027 do të shërbejë si një vit tranzicioni përpara se skema e re të konsolidohet plotësisht në edicionin pasardhës. Pritshmëritë janë që ky model i ri të sjellë më shumë rivalitet në të gjitha objektivat e kampionatit, nga gara për titull deri te mbijetesa. Për sezonin 27-28, struktura e kampionatit në Business Super është me 12 ekipe, ku ekipet do të zhvillojnë 2 faza të rregullta. Dhe në bas 2 fazat të rregullta kemi përgjysmimin e pikëve, ku do ndahen në fazën play-off, vendi i parë dhe vendi i 6, dhe në fazën play-outs, vendi i 7 dhe vendi e 12. Në sezonin 27-28, rënja kategoria është ndryshe nga sezoni aktual, pasi 2 ekipet e renditjet e fundit të play-outit, vendi i 5 dhe vendi i 6 bien automatikisht në kategorinë e parë, ndërsa ekipi i tretë i para fundit, i play-outit do zhvillojmë ndeshje me fituesit e play-offit të kategorisë së parë. Struktura e kampionatit dhe skema për 2 kategori, si në superiore dhe në kategorinë e parë është e njëjta, dhe të ndiqet të gjitha rregullat të cilat janë të parashikuar në rregullore. Do të jetë një garë e veçantë, pasi janë 10 ndeshje finale. 10 ndeshje finale ku, siç e thash, 5 do t'i luash në shtëpi dhe kjo është për të mirën e tifozërisë tonë, pasi ne si klub kemi një tifozëri mjaft të zjarrt, mjaft edhe të shumtë në numër, dhe sa për konkurrencën e thash, unë shikoj shumë skuadra të mirë investuara në Shqipëri, ndoshta e 6 të para të do jetë një luftë e hapur, pasi luhet për Europën, luhet për kampionin dhe çdo ndeshje do jetë një finale. Ka momente ku klubet shqiptare vuajnë numrin e madh të ndeshjeve, për vetë faktin sepse bëhet të ngjeshur sezoni në periudha të caktuara, se mos harrojmë futen disa pauza që janë të detyruara zyrtare të UEFA-s dhe të FIFA-s dhe do ka një ngarkesë në periudha të ndryshme ku vuajnë skuadrat, vuajnë dhe lojtarët, si nga pjesa fizike po edhe shëndetësore, po besoj që në sezonin pasardhës, kur është në 32 javë, besoj që është optimale për nivelet e futbollit shqiptar,
për klubet tona, për organizimin që ne kemi dhe për infrastrukturën, se dhe kjo është për të prekur dhe të theksuar. Dhe mendoj që me 32 javë, pra me këtë skem të re që pretendohet që do përfundojnë në 27-28, unë mendoj që klubet kanë mundësi që të përgatiten edhe në fillim sezonit ndryshe, pra ka një periudhë, jo pushimi, po pauze për përgatitje, po edhe në sezonin dimëror, mundet që të kenë komoditetin që edhe të pushojnë lojtarët, po edhe të përgatiten akoma më shumë. Vitet e fundit realisht duhet thënë që ka ndryshuar shumë gjëra. Kemi një bërtham skuadra shumë të forta, klube me mbështetje financiare, që pratikisht janë bërë faktor, janë bërë shumë të forta në Super League dhe pastaj kemi një grup skuadrash ambicioze, që kanë dhe fuqi të madhe financiare, që duan të bëjnë pjesë e këtij grupi të parë, por nuk është e lehtë me 10 ekipe. Dhe e përmenda edhe më herët që klube si Flamurtari, klube Laçi, Skënderbeu, po Gradeci që po investon prej 2 vitesh, po edhe shumë para, po edhe Besa që po ashtu po edhe shumë para, kanë të drejtën të kenë pak më shumë shpresë për të ngjitur superiore dhe një kampionat me 12 klube, mendoj që zgjedhja më mirë edhe për faktin që me ndryshimin e skemës do të krijojë një kampionat të ri brenda kampionatit, do të krijojë një kampionat të ri dhe për gjashën e poshtme të renditjes, që është një hap shumë i mirë përpara dhe mendoj që do të mbajë skuadrat, si thuash, në luftë deri në le të themi 2-3 javët e fundit. Formula nuk të lejon të kesh kohë për pushim, sepse çdo pikë do jetë e vlefshme. Dhe mendoj që do jetë një garë shumë e forte dhe them që asnjë skuadër nuk do jetë e qetë, sepse do jetë një luftë për pikët deri në javën e fundit. Për sa i përket skemës, mendoj që ka mundësi që skuadrat luajnë deri në fund me objektiva madhore, secili sipas sportiv gjithmonë, sipas edhe investimeve dhe projekt buxheteve që ata kanë. Dhe besoj kush do jetë me një grup solid lojtarësh, jo vetëm për të përballuar kampionatin si ngarkesë fizike, po edhe cilësia e lojtarëve mund të përballojë në vetvete brenda një kampionati dy gara. Është një garë për të zënë gjashën e parë dhe është një garë tjetër midis 6 ekipeve për të luajtur ato me sistemin vajtëardhë që do jetë një mini kampionat në vete, po që do jetë në vazhdim e mbylljes të tërë garës. Suksesi i reformës do të matet me rezultatet që ajo do të prodhojë në fundin e edicionit, më shumë konkurrencë, më shumë besueshmëri dhe një kampionat më cilësor janë objektivat e deklaruara, por përgjigjen përfundimtare do të jap fusha. Formati është shumë dinamik, shumë ndeshje të luftuara, pasi jepet mundësia të gjithë klubeve që të kenë një bilet për në kompeticionet e UEFA-s. Falti formati, parashikohet që të kemi shumë ndeshje, me shumë varietet, pasi kampionati është përsëri i gjatë dhe të sezon. Ndryshe nga sezoni aktual nuk kemi më 36 javë të plota, por kemi ndarjen e ekipeve në fazën play-off, në fazën play-out. Kjo do bëjë që konkurenca midis ekipeve të jetë goxha e lartë, si dhe përgatitja e ekipeve për të theksuar për në kompeticionet UEFA do jetë akoma më mirë, pasi më të mirë do bëjë më të mirë. Besueshmëria do rritet shumë sepse, si i thonë, frika e mban gjallë gjithçka. Frika, gara, egër dhe objektivat e klubeve do të jenë madhore deri në fund, deri në javën e fundit. Shpresoj që numri tifozërisë nëpër stadiumet të rritet. Them të drejtën, tifozët sa më shumë garë të drejtë të shikojnë, aq më shumë do të vinë në stadium. Ndoshta ardhja në Tiranë për Final Fourin i penalizoi pak skuadrat, sepse skuadrat që merrnin pjesë Egnatia, Vllaznia, Elbasani vinin nga jashtë Tiranës dhe normalisht tifozërive i duhej shpenzime për të arritur dhe edhe atë që neve pam ishte që nuk kishte ai numri që neve prisnim të ishte në Final Four. Ndoshta këto ndeshjet finale secila skuadër i luan edhe në shtëpinë e vet, edhe kjo do ishte një plus për çdo skuadër që do marrë pjesë në këto finale. Aktorët e bëjnë çdo gjë. Pra, aktorët jemi ne, janë klubet, janë skuadrat, pra lojtarët, trajnerët, do të thënë gjithë pjesëmarrësit janë ata që bëjnë një skemë suksesshme. Unë mendoj që mbyllja e këtij sezoni, do të thënë skuadra që luajtën më mirë futboll se të gjithë meritojnë kampionatin,
sipas skemës, po flasim gjithmonë duke analizuar skemën dhe besoj që gjithmonë do fitoj më i miri dhe ai që është i përgatitur më shumë se tjerë, në ç'kuptim kuptim. Sepse gara, pavarësisht se ne e shohim me dy faza, apo me një fazë, apo me 3 faza, ose etapa më mirë, se faza njerëzit ndoshta i bëjmë konfuz kur themi faza, se kujtojmë faza parë, faza dytë. Me etapa ose me disa cikle, unë mendoj që është maratona që i ka gjithë të ciklet brenda. Dhe në fund fare ai që deli pare besoj që ka kalu gjithë garat gjatë me më shumë suksese dhe më i fortë se sa tjerë. Tifozët janë aty. Unë ndjej edhe kur shkoj në stadiume, edhe ka durit parë, kam parë ndeshje me shumë tifozë. Kam ndjekur shumë ndeshje në stadiume dhe ka shumë dëshirë nga njerëzit të jenë. Them që tifozët sapo e ndjejnë që ka ndryshim, kthehen aty. Duan një kampionat luftuar, duan një të bukur, mundësisht uroj që të ketë sa më shumë lojtar të rinj të pranishëm, modeli që pam të Laçi zonë e shkuar të përhapet dhe në klubet tjera, dhe njerëzit të shohin ekipe që identifikohen me to, duke bërë punë të madhe edhe federata, po edhe klubet, them që do kemi edhe një rritje të besueshmërisë, të vëmendjes mediatike dhe gradualisht të tifozëve do kthehen në stadiume. Një kampionat i ri, me rregulla të reja dhe me pritshmëri të mëdha, futbolli shqiptar hyn në një tjetër fazë të zhvillimit të tij, ndërsa mbetet për të parë nëse skema e re e Business Superiores do të arrijë të prodhojë atë që kërkojnë të gjithë, më shumë rivalitet, më shumë cilësi dhe një futboll më konkurrues.